Firma me djallin, si thoni, mund të firmoset me djallin, apo janë thjesht fantazi? Ju çfarë mendimi keni? Unë do t'ju tregoj një histori thënë nga një miku ynë, dhe është një ish futbollist, por kam edhe një histori tjetër lidhur pikërisht me këtë. Do ta ballafaqojmë në fund. Historia e një miku ton shqiptar, por fillimisht do t'ju tregoj të këtij ish futbollistit. Dëgjojeni me kujdes. Ka me mira raste të tilla, me mira histori të tilla, por thash do t'ju tregoj vetëm këto që të ngacmoj mendimin tuaj dhe ta diskutojmë nëse firmoset me të vërtet me djallin ose jo. Nëse këto teori që thuhet çfarë ti firmose me djallin janë të vërteta apo janë vetëm thjesht fantazi. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nëse nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe faleminderit që për mbështetjen që jemi gjithmonë bashkë. Në vitin 2015, ky ishte një djaloshiri, ishte 21 vjeç atëherë. Dhe ai tregon që kërkonte të futej sepse kishte ardhur në Evropë dhe kërkonte nga Afrika ky zotëria, kërkonte të futej me një skuadër të mirë. Në atë kohë ishte me një skuadër të dobët dhe me një fjalë nuk ishte as në B. Mirë po ai pikësynimi i tij ishte që të luante me një skuadër të series A, me një fjalë të A, të numrit 1. Dhe ishte shumë i dhënë pas kësaj. Por ai mbante mend diçka që i kishte thënë nëna e tij gjithmonë. Duhet të dini që në Afrikë besohet shumë në magjitë e zeza, në magjitë e bardha dhe njerëzit i praktikojnë këto, praktikojnë magjitë. Dhe nëna e këtij i kishte thënë si tregon gjithmonë, i thoshte gjithmonë, shiko, bëj kujdes dhe mos ata që të ofrojnë një punë të menjëhershme me shumë para, bëj kujdes ku shkon dhe firmos, mos firmos. Shikoje mirë, kontrolloje mirë dhe mos firmos, sepse mjafton një firmë dhe ti firmos me djallin. Ki kujdes. Dhe ky e mbante mend gjithmonë. Kaloi një farë kohë sepse iku nga Afrika që ishte 11-12 vjeç mos gaboj, me disa kushërinj të tij, dhe meqense gjendej në Evropë, ai gjithë ato kohë që kaloi, për ato 7-8 vite apo më shumë që kaloi, mundohej që të aktivizoj me një skuadër. Dhe me kalimin e kohës, kjo skuadër nuk e aktivizonte siç duhej. Ishte i mirë në futboll, sepse tregon që ishte i mirë, nuk ishte një yll i futbollit, por ishte i mirë. Megjithatë ai mundohej që të dukej dhe shpeshherë bënte edhe video, kështu që të shfaqej. Dhe çfarë ndodhi? Në vitin 2019, ai tashmë ishte me një fjalë në kulmin, si mund të quhet, të moshës së tij dhe nuk po arrinte të bënte karrierë. Dhe një ditë u takua me një zotëri që i tha, unë tha dëshiroj shumë, po i thoshte këtij zotërisë. Nuk e njihte, me një fjalë nuk njiheshin më përpara, u njohën aty, krejt rastësisht në një park. Në një park, me një fjalë, keni parasysh kur ulet dikush që ulet në park, ishte kohë pas dite, ishte ora 2:30, siç e tregon. Dhe bënte shumë vap. Unë nuk vura retha, por ky zotëria tha me një bastun në dorë, tha, shumë elegant, ecte shkëlqyeshëm, vetëm e mbante pas bastunin ndoshta për mod. Dhe unë u ktheva, tha, sepse ishte stoli tjetër, u ktheva dhe pa shët tek stoli. Në fillim tha nuk ishte, megjithatë nuk i vura kushtova shumë rëndësi, tha, sepse stoli ishte bosh dhe pa pritur ishte ky zotëria. Kishte edhe disa të tjerë, po ishin larg. Ishte kohë dreke, me fjalë pas dreke, byeca, dhe nuk ishte shumë njerëz sepse bënte vap. Dhe ashtu tha, i tha ky, kur i tha që unë dua që të kem karrierë. Nëse dëshironi, tha, unë tha mund të njoh me një njeri, tha, që mund të bëj, tha, çfarë të duash ti. Faleminderit, i tha, juve kush jeni, tha, pak rëndësi, tha, unë jam këtu, tha, ri këtu, tha, përballë, edhe i tregoj me fjalë shumë i qetë, ky zotëria, mund të ishte, tha, ishte me flok pak si të bardh, sepse kishte një moshë rreth 65-70 vjeç, dhe elegant, dhe me një autoritet, shumë autoritar. Si përfundim, tha, më dha një numër telefoni dhe më tha, mere këtë në telefon. Dhe mora, tha, këtë numërin telefon. Ishte një numër, tha, që i normal, i thjesht. Me një fjalë nuk ishte një numër zyre, por ishte një numër celulari. Dhe mora këtë numërin celulari, tha, në telefon. Dhe i thashta që më kanë dhënë këtë numër dhe unë doja që të flisja, se më thanë që mund të bëhem, thash, të duam, me një fjalë mund të më aktivizoni, tha, në ndonjë skuadër.
Dhe i tha ky, vetëm një fjalë i tha. Takohemi në ditën, i tha ditën dhe i tha orën. Në moment, me një fjalë, nuk i tha më merr nesër, më merr pasesë. Jo, zakonisht kur është një i famshëm, kur ka një punë të madhe dhe është me para, zakonisht i thot prit se do të marrin telefon zyra apo ku ta di unë. Por ai i tha më njëherë, i tha ditën. E çuditshmja ishte që ajo ditë tek sa e pai në kalendar ishte ditë e premte. Dhe për më tepër ishte një orar jo zyrtar, pra ishte një orar i çuditshëm. Por ajo që më bëri akoma përshtypje si thot ky ishte që data nuk ishte një datë doppio, por ishte si quhet, tek. Me një fjalë numër tek, jo doppio. Për më tepër edhe ora ishte në orarin tek, jo doppio, pra jo 2, 6, 2, 4, 6, 8. Jo. Nuk më tha se çfarë orari, por kjo ishte ajo që i bëri përshtypje. Si përfundim tha, aty për aty tha, mendoja tha vetëm karrierën, tisha tha i famshëm, të kisha para, tha, shkoja tha të lidhesha me një skuadër, dhe më tha, sepse unë e pyeta në telefon, dhe më tha që i kishin parë videot e mia, kishin parë, dini se kush isha unë, etj. Shkoj, tha, atë ditë. Vajta, tha, gjëja që më bëri përshtypje, tha, kur shkova atje, tha, një derë e madhe, tha, gjigande, me një xham, me vetëm xham, tha. U futa brenda, tha, një zonjë që ishte aty, tha, në hyrje, ishte ulur, tha, aty, tha, në reception, tha, mirë se erdhët, po e di, tha, sepse ky do të flisë, tha, po e di, tha, gjitu një sipër, tha, në katin e dytë. Dhe ky gjit në kat, nuk mora ashensori, tha, por unë gjita kështu me këmbë. Kur arrita, tha, gjithë ajo dhomë që ishte atje, tha, ishte pothuajse, sepse arrita në korridor, tha, pastaj direkt në dhomë me një derë të madhe. Dhe dhoma, tha, ishte pothuaj bosh, vetëm një tavolinë prej xhami. Dhe karriket ishin prej plastike, por plastike tip xhami, me fjalë trash. Dhe mbi tavolinë, tha, ishte një dosje. Me sa e kuptova, tha, ishte kontrata që unë do bëja, tha. Me një fjalë vetëm ajo, tha, dhe kishte vetëm një stilolaps, tha, jo stilolap, por e rezervë, tip rezerve, nga to me boj, tha, e zez, komplet e zez, tha, e madhe. Tani, ajo që më bëri përshtypje, tha, në këtu kur futa, tha, që më drithëroj, tha, ishte që çdo gjë ishte perfekte. Çdo gjë ishte me një gjeometri fantastike. Me një fjalë, çdo gjë ishte me kënde, sikur të ishin trekëndsh. Me fjalë, edhe tavolina e madhe, gjigande, por trekëndshe. Me fjalë, nga ana ku do rria unë, isha mu në cep, me fjalë të një cepi, kurse ai do ishte diku tjetër. Dhe nuk ishte asnjëri për momentin, tha, por pashta që edhe të gjitha objektet që ishin aty, që ishin pak, tha, ato objekte ishin vërtet të gjitha gjeometrike. Dhe kur shkova, tha, sa po futa, tha, nuk më dha as dorën. Unë e pash nga hiçi, tha, u afrua, e tha, si kaluat. Jo, erdhët, si kaluat, po. Dhe tha, unë, tha, doja të flisja, nuk më la, tha, që të flisja asgjë, tha. I tha, lexoja, tha, nëse do, tha, kontratën, tha, dhe firmos, tha. Sepse, tha, nga sot, tha, unë do të vendos, tha, me fjalë do të shkruaj me një skuadër, tha, që ti të bësh sukses, tha. Ti jesh ai që ti kërkon. Më falni, thashtë, sepse pastaj, tha, nuk majta më falni, kush jeni ju, tha. Unë jam ai, tha, që ti kërkon, tha, që të bësh i famshëm. Unë, tha, je në momentin e dur me njeri unë e dur, tha. Ti kërkon, tha, kërkove dhe unë, tha, do t'jap atë që ti kërkon. Me një fjalë, do t'jap suksesin. Para, sukses, çfarë të duash ti? Nga aty, tha, në atë moment, mendova, më erdhi në mendje vetëm nëna ime. Dhe thash, treqe mori, nëna ime më ka porositur diçka. Dhe nëna e tij nuk jetonte më në atë kohë, kishte vdekur. Mendova, tha, vetëm për këtë. Si të firmosun, kush është ky që më bën mua të firmos diçka, tha, çfarë interesi ka ky? Dhe e pyeta pastaj, tha, se më erdhi në mend, çfarë interesi ke ti që do unë, tha, do të fitoj nga ty, tha. Me fjalë, ti do bësh i famshëm, do fitoj nga ty, tha. Dhe qise kushta ndoshta mund ta kishe bërë, tha. Unë aty për aty, tha, thash vetëm jo. Dhe nuk e firmosa. Mirë po, nga momenti, tha, që nuk e firmosa, tha, aty kuptova, tha, diferencën e madhe. Dhe pse unë nuk e firmosa? Sepse kur dola jashta që më tha, nuk ka problem, tha, vendosi. Pra unë nuk firmosa, tha.
nuk firmosa dhe i thash, shiko, unë nuk dua të firmos si të dëshirosh, si të dëshirosh tha. Ti bëj si mendon ti tha. Dhe unë tha, i ka tha, dola. Nuk më besoni, tha, e di tha që nuk do më besosh tha. Por, pas 2 javësh parafërsisht, thash një që të dile, sepse i ka tha, ty ta mora makinën tha i ka. Dhe pas 2 javësh tha, isha rastësisht në një zonë tha që isha afër, dhe i thash një shoku tim, shiko, le të kaloj mirë aty të shikoj mirë tek ajo zyra atje, se ja tregova tha këtij shoku tim. Shkoj tha tek ajo zyrë tha, me fjalë tek ai që duke një zyrë e madhe tha, sepse ishte në një vend ku kishte edhe zyra tjera. Në qoftë se do tha më beso, në qoftë se do nuk më beso tha nuk më intereson fare, por tha ajo hyrje, siç e kisha parë unë tha, nuk ekzistonte. Nuk ishte. Ndoshta tha kishin vënë ndonjë diçka tha, që me fjalë përpara. Ndoshta kishin ngritur në një ndërtesë, ndoshta një derë e madhe që mbyllte atë xhamin. Unë atë xhamin e madh që pash një hyrje prej xhamit tha, unë në atë vend tha aty tha nuk e pash më. Nuk e di tha. Në qoftë se kjo ishte tha, nuk është një ëndër tha sepse unë e përjetova atë. Nuk është asnjë diçka tha që pse duhet ta shpik tha, se s'kam pse e shpik. Por atë që unë përjetova tha, po ta them. Dhe doja t'ju pyesja juve sepse çfarë mendimi keni? Mund të jetë e vërtet një gjë e tillë, pra një halucinacion me sy të hapur? Unë do t'ju them dhe atë të shqiptarit që ju thash më përpara, që ju premtova. Është një miku im, një shqiptar. Dhe është e shkurtër kjo sepse kaq më ka treguar. E kemi mikun tonë dhe gjendet tu mes nesh që e përshëndes, ndoshta e keni dëgjuar të, sepse një herë kam përmendur. Pasi do firmoste që do bënte një punë të madhe, një punë të jashtëzakonshme, dikush ai pa në orën në mëngjes, përpara se me fjalë të lindë të dielli në mëngjes, pa një ëndër të frikshme, që qatë ditë më shkruajti. Çfarë mendon ti tha Nadir? Sepse ai pa njërin që i tha firmos këtu tha dhe unë do të bëj tha që ti të bëhesh tha i famshëm. Mos firmos atë që ti do firmosësh nesër, por firmos këtë tha. Është një kontratë që të garantoj tha që është më e mirë kjo që po t'jap unë. Do të bëj tha të famshëm, të pasur, sa të duash ti. Dhe e bukura ishte që ai për herë me fjalë 3 net rresht pati të njëjtën ëndër. Nuk po i them budallëqe sepse kemi mikun ton, do ta dëgjoj ai këtë video. Dhe më pyeti mua, i thash të ka ardhur, i thash, sepse vjen vetëm në momente tashën kur ka ecuri njeriu. Pra në momente që ti ke një zhvillim të madh, një zhvillim pasurie ekonomike, financiare ose ndoshta edhe personale. Pikërisht në ato momente ai vjen, pra në momentin e ndërgjegjësimit. Dhe aty ai e di që do ikë sepse ke 2 rrugë. Nga momenti që ti ke aty, ke ardhur në atë pikë dhe ti ndërgjegjësohesh, të kërkon të marrësh ose majtas ose djathtas, ai vjen në atë moment. Vjen dhe kërkon që të mush mendjen për një punë tjetër ose për një mënyrë tjetër ose të firmosësh ose thjesht të firmosësh dhe kaq. Dhe më pyeti dhe unë i dhash përgjigjen. I thash qose po thash vetëm thash do bësh këtë, i thash disa gjëra të rëndësishme në fjalë, duke për lutje etj, disa pika që duhen bërë edhe brenda aty ku flinte. Megjithatë, këto janë nëse dikush nga ju ka probleme të tilla, mund të më shkruaj privatisht, por megjithatë aq sa di. Por nga ai moment, me fjalë që natën e tretë, nga momenti që bëri ato, nuk ju shfaq më. Dhe doja t'ju pyesja juve, ju a besoni në firmë me djallin, me ajo firma e famshme, ku thuhet gjithmonë që firmosi me djallin ose firma e djallit. Ju besoni në këtë? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj dhe do ju lexoj. Shkruani mendimin tuaj. Ju përqafoj.